një recetë shumë e shishme, që doni gjonat me gaz, as Coca-Cola, as gjë. Kumlla ka shumë kalcium dhe na bën shumë mirë. Sot do përgatis longun e kumllës. Kumllat janë super speciale, janë të pjekme, mbush i gjithë tregu e dyqanet plot, duhet jetë pak kumlla për këtë lloj longu e butë. Falën e nxehtë që kam hodhur 1 kg kumlla dhe 2 litra ujë. Do t'i lej të zi uji, gjithmonë zihet uji, po pa sheqer. Ja dhe uji, u zi. Do hedh siç janë nga kullesa. Atyre do e largojmë. Tash kumllat janë zbut fare, ja, që janë coptu, janë zgërlaq fare, janë nda dhe lëkurat veçe dhe bërthama dhe gjitha. Edhe unë në një tenxhere tjetër, do t'i kaloj në kullesën e makaronave, do t'i hedh kështu siç janë. Ashti kumllat këtu. Do t'i hedh dhe një pjesë të brumit, se trashet më mirë longu, a i koset, mos dali dhe shumë i hollë, po edhe mirë të bëjnë, se bërësit e kumllës janë. Del më kremos longu, më i trash. Ashtu longun do t'a kaloj. Që unë i kaloj vetëm një lugë sheqer, për të heqë aciditetin e kumllës. Kush e dëshiron mund t'a bëj dhe më me shumë sheqer. Po, i hodha vetëm një. Do t'i hedh edhe një pik limontoz, ja. Gjithmonë maj një pako, ja, në majt gishtave, kjo e përforcon shumë ngjyrën e kumllës, e bë dhe më të bukur. Jo limoni, se limoni e tharton dhe s'mund ta mbash 2-3 ditë, se i thtohet, kurse limontozi është adaptë për këtë punë. Tash do ta lej pak të lidhet, 3-4 minuta, rreth 5 minuta do rri kështu në vaj, me temperaturë prapë të lartë. Ashti longu përfundoj, do t'a kaloj dhe në kullesën e dytë, që është me imët. Longun do t'a lejmë pak të ftofet, dhe pastaj do t'a prezantoj. Po, kështu i nxehtë jo, se s'mund t'a fush dot në kanën e ujit. Ky ishte dhe longu i kumllës, shumë i shëndetshëm për këtë stin, ai e pak fuqi, se na kanë hik fuqit nga djersa, dhe kumlla gjithmonë ba rekord për kalcium. Është një vitaminë natyrale, që pse mos e bëjmë të gjithë, tregu është plot, të lira janë, fruti pjekur tamam i stinës. Ta bëft mirë dhe ne.